Jo çdo lodhje në punë është normale. Ndonjëherë problemi nuk je ti, por ambienti ku punon. Sipas një studimi të vitit 2023 nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë, 1 në 5 punëtorë përshkruan vendin e punës si toksik. 58% e punëtorëve në ambiente toksike e vlerësojnë shëndetin e tyre mendor si të dobët, krahasuar me vetëm 21% në ambiente të shëndetshme pune. Sipas studimit, ambiente toksike dëmtojnë punëtorin duke sjellë ankth dhe stres të vazhdueshëm, lodhje emocionale dhe burnout, humbje motivimi dhe vetbesimi, probleme me gjumin dhe jetën personale. Por dëmi nuk ndalet këtu. Ambiente toksike dëmtojnë edhe vetë kompaninë pasi që rritet largimi punëtorëve, bie produktiviteti dhe përqendrimi, rriten mungesat në punë, humbet besimi dhe bashkëpunimi në ekip si dhe dëmtohet reputacioni i organizatës. Ekspertët e shëndetit mendor tregojnë se në ambiente të tilla shumë punëtorë fillojnë të heshtin, të shmangin konfliktin dhe të pranojnë më shumë ngarkesë se sa u takon, jo sepse duan, por sepse kanë frikë. Shumë vende nuk e definojnë ambientin toksik si të dënueshëm e ligj, por sjelljet që e krijojnë atë mund të jenë të palegjshme kur lidhen me diskriminim, ngacmim, dhunë apo kërcënim. Për shembull, në vendet si Britania e Madhe, ligjet kërkojnë që punëdhënësi të sigurojë ambient pune të shëndetshëm dhe të sigurt, përfshirë edhe mirëqenjen mendore, si dhe mbrojnë punëtorët nga ngacmimi dhe diskriminimi. Nga një ambient i shëndetshëm pune nuk përfiton vetëm punëtori, ai e bën edhe kompaninë më të fortë, më produktive dhe më të qëndrueshme.